Flamurnoka ka fjalën, përgatitet Niko Peleshi. Ta pastrojmë që kësë është infektuar zona. Tani, doktori la një letër këtu, ku kishte disa pikat programit, e ngatroj ky, dhe filloj të lexonte atë letrën që la doktori këtu, me pikat e programit tonë, sikur ishin të tyre. Kjo është edhe për qesh, Niko, edhe për qarë, ka të ndisje madhe. Kur s'dish thot, të pak të mos fol, jo të rëmbesh pikë, të marrësh lezosh letrën e tjetrit. Aq më tepër të kundërshtarit politik. E të thuash, ky është programi im, për programin e tjetër kujt. Kjo ju ndodh ju, di pse, se jeni bosh në çdo aspekt. Në çdo aspekt, nuk keni shthoni, vetëm prava. E dëgjova të fliste para forcin për shumë gjëra, të paqena, por duhet kesh cip njerëzore që të gënjesh dhe të skuqesh. Po kur je i pa cip, i thua çdo gënjeshtër për të vërtet, çdo mashtrim e thua për realitet, dhe paftyrësia të bën që të mos lëviz as një qerpik, as mos ndryshoj mimika fare. Kjo është ajo smundje që ju ka dhënë ju, sepse të thuash ti për pensionistët, të flisni ju për pensionistët, po këtu duhet të ulëri ky popull kur dëgjon ju të flisi për pensionistët. Qeveria e Sali Berishës i ka dyfishuar pensionet në 8 vite pushtet. Qeveria e narkosit këtu mrapa, e këtyre hajdutëve që janë gjithë kandidat për burg, as indeksim të inflacionit në çdo vit nuk ju ka bërë pensionistëve. Dhe paftyrësi thot kemi rrit pensionet. Po kujt ja ke rrit? Se shqiptarëve jo. Tani u kujtua për postë mashtrimeve, thot që do t'i rrisim, premtojmë. Po ku ishit ju 12 vjetë? Ku ishit ju që s'bët asgjë, që u tallët me shqiptarët? Që kishit mendje vetëm për të vjedhur ato? Përpiqet që të tregoj edhe për Greqinë tani, se na pas do ndërtokan marrëdhënie. Po jo mër zotri. Kush i prishi marrëdhëniet me fqinjin ton grek? Që ne shqiptarët, si fqinj me ta, jemi të dënuar të shkoj mirë, edhe pse s'do qeveria e narkosit. Po i prishët more, e burgosët more Belerin, i prishët me Greqinë se duhesh marrë gjipeja. Pas gjithë lojrave me Greqinë edhe me Belerin është vetëm një gjë. Gjipeja duhet rrëmbyer nga narkosi këtu në krye. Dhe familja e tij, po, duhesh rrëmbyer gjipeja dhe duheshin mbrojtur batërdit që ishin bërë për pronat. Prandaj, 2 herë i vodhët zgjedhjet në Himar. Po kush e vuan këtë dëmtim marrëdhënieve Shqipëri-Greqi? E vuan gjithë shqiptarët që jetojnë në Greqi dhe që narkosi me horrat e tij shkon dhe ju kërkon edhe votën tani. Po ku ishte dëgjuar ndonjëherë, as në librat e fantashkencës, që të thuhet që ne kemi rrit rrogat 5 herë të ardhurat 5 herë më shumë se sa i gjetëm.